ka bo policive kështu, policia në shku. Si huj konsiderohesh do senet. Keni mendu mu dorëzu apo mu këthy sërish në Turqi? Kjo pyetje shumë e rëndë. Se dja me kallëzu drejt ajo. Mu ka qitë pe salonin tem njeri. Mon mbrapa asaj janë vështërsit, keqkuptimet, kërsnimet, problemet. Më ka thirë policia, aty mu ma ka thy edhe ma ka gju ftyrës, edhe nuk bon mu dërzu kur, asë një arsye. Që ka pas raste jeni kërsnu? Kërsnim normal, po, lip ke pare. Për çfarë arsye kërkoj ke pare? Ben afer detit me hap një salon. Sa ke pas vështirë me vendos për një nuset Kosovës? Nuk kom pas vështirë heq, unë gjithë pëndash. A ke pas problem për më të jep nusën, se na të Kosovës na e kem pak problem? Ose mytëm, ose ecë. Nuk disha ku e kam shpin, kur së shkoj shpizë. Sa ka qenë vështirë për mi hap gjithë të salona, e sidomos edhe jashtë Kosovë në Shqipëri? Valla, s'po më shkon heq. Për model nuk jam, po të kallëzoj drejtën. S'po më pëlqen, apo kupton ta jap shqiplakën për mas. Jam si shpin tem, ty të kam shok që sa vjetë, që 12 vjetë një ty, për që ata erda edhe të respektoj. Edhe a ke mendu ndonjëherë që do të vish të paktën ta vizitosh Kosovën? Myt njëherë mu, tani e mbyllit të fali. Mirë mrama shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe një epizod të emisionit Rrëfim Jete. Edhe sonte do t'jemi së bashku në këtë emision duke sjellur tek ju një rrëfim shumë interesant. Fillimisht deshta t'i falenderoj edhe sponsorët e këtij emisioni që pa ndihmën e tyre nuk mund të realizohet, duke filluar nga ordinanca stomatologjike Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf të mrekullueshëm dhe shumë profesional. Ndërsa një falënderim tjetër shkon edhe për spitalin turk në Stamboll, Yeni Yıldız Gazi Osman Pasha. Një spital shumë profesional, një spital që trajtohen smundje të ndryshme, operacione të ndryshme. Ndërsa një falënderim tjetër shkon edhe për kompaninë Kandekor, një kompani e cila është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. E sonte në këtë studio do të vjen një musafir i cili do të rrëfem për një rrëfim suksesi. Do të flet për ndërtimin e karrierës së tij, vështërsitë gjatë ndërtimit të karrierës, gjithashtu ballafaqimin me kërcënime, me policinë dhe largimin nga Kosova për një kohë shumë të shkurtë. Por ai, siç thot, nuk jam dorëzuar asnjëherë. Ai u rikthyer sërish në Kosovë, por më i fuqishëm se kur më parë. Ai tashmë ka 4 sallone në Kosovë dhe një në Shqipëri. Pavarësisht që është një person që nuk don shumë paraqitje televizive dhe nuk don fjalë, është një person që më shumë don punë dhe vepra. Do të vijë sonte me një rrëfim pak më ndryshe se që një mësuar ta shihni në intervista të ndryshme. Me ne dhe me ju sonte në Rrëfim Jete Esad Çaj. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma Esad dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfim Jete. Mirëmbrëma Baki, faleminderit. Kemi nderin edhe kënaqësinë që të kemi në studion tonë për të rrëfyer shumë gjëra. Kësaj radhe jemi mësuar që në studion tonë çdo herë vinë musafir të ndryshëm për të rrëfyer për jetën e tyre personale, për vështërsitë e jetës, po kësaj radhe është pak më ndryshe. Do të tregosh një rrëfim suksesi dhe pavarësisht një rrugtim i gjatë i suksesit ka edhe vështërsitë e veta, apo jo? Po, normal. Faleminderit që më ke ftu, po folëm edhe senet mira, edhe vështërsitë, edhe të mira, jo veç të këqijat. Besoj që do t'jesh shumë i sinqert, nuk do t'i më shefësh gjanat cilat i ke kaluar njëjtë. Qaj jam kështu, nuk jam i hapur. Jam i hapën kështu, qa kam kalu, qa u bo, krejt i spegoj, s'kam kompleks. Kjo është me rëndësi, po ndjesh komod? Jam si shpin tem, ty të kam shok që sa vjetë, që
që 12 vjetë një ty për që ata erda edhe të respektoj edhe që të kom ty shok për mu edhe ma mirë, po ndjej edhe ma komfort. E vlerësoj shumë sepse ka qenë shumë e vështirë për mu koordinu për realizimin e emisionit, sepse dije që ti je shumë i angazhuar tashmë me shumë sallone në qytete të ndryshme dhe me të vërtetë është problem për me gjetë termin ma përpara e realizon njëre një intervistë me Albin Kurtin se sa me ty. Jo, mërë, po, unë e japi punën tem shumë rëndësi edhe nuk du me lon anash, tjera senet vinë mas punës, e për që ata e gjeta kohën, pak jena vanu që sa jau jena të folë për mu taku, po subo se jam tu angazhu të puna shumë edhe e gjeta kohën e lirë. Me siguri e ty hapë edhe 2-3 salone tjera. Valla është problem me hapë është shumë letë. Po për me mbajt? Duhet po cilësin me pas, shërbimin më konë mirë. Për me mbajt është pak edhe stresum, me hapë është letë, po me pas kështu levelin e shërbimit high class, nëse ndjej vetën që sigur këto salona që i mbaj mirë, menaxhimin, servisin, komplet mirë, nëse ndjej jam i gatshëm, unë me stafën tem, jem i gatshëm, jam të mendu akoma me hapik. Për momentin, nashta edhe pak duhet kohë, se më konë me qenë market është let, ose me qenë një McDonald's, Burger King, është shumë let me hapë, se aty jenë shkru me krejt senet edhe veç e pjek mishin, kaq sekonda e shtin bukë edhe e jep. Puna jonë shumë i shtirë, shumë komplikum, për që ata... Përgjësi e madhe. Për që ata përgjësi e madhe komplikum, për që ata të na tregu jonë zhvillimi është shumë kadal shkon se sa tregu tjertë. Po na intereson, si erdhë puna që ti me ardhë në Kosovë, nga kush pate një ftesë, edhe a ke mendu ndonjëherë që do të vish të paktën ta vizitosh Kosovën? Po, qysh ka ardhë puna. Unë në fillim kom dash me ik pe ushtri, edhe s'dojsha me shku në ushtri në Tyrki, edhe dojsha me shku jashtë. Është një shok shqiptar që kena punu bashkë në Istanbul me ta, njëjtin salon. Ai ma ka jap idejen se ka pas edhe njerëz të ngjofshëm këtu, edhe jena ardhur bashkë me ta. Në fillim kena punu bashkë si ortak jena konë, ai e ka kry obligimin e ushtrisë edhe u kthy në Turqi, ai është Prizrenit. U kthy tani mu m'ka pëlqy këto si kultura, si jam ndjej si shpitem, si jam ndjej si huj. Po nëjse në fillim ka pas edhe do sene që jam ndjej si huj, edhe halen ashta ka herë ndollë ndjej si huj. Si të kam prit njerëzit, kur ke ardhë për herë të pare, ke imagjinu që do të ballafaqohesh me njerëzit tillë, e ke mendu Kosovën njerëzit të ngratë apo jo? Jo, Kosovë janë njerëz shumë i ngrohtë, edhe njerëz shumë mirë, më kam prit... Po ke mendu ti para se me ardhë në Kosovë që janë njerëzit kështu? Se kom pas na ideja, që shenë konë këto, se kom harru pak bile që 15 vjetë, 16 vjetë u bo, ato ndjenjët kom harru komplet se tash u bo si shtëpia jam edhe njerëz mirë janë zetë, kështu kaq. Cilat kanë qenë ato vështërsitë kur kjo ardhë në fillim, ti nuk e ke ditë edhe gjuhën shqipe, do më thonë vazhdimisht për një kohë shumë të shkurt, besoj që e keni mësu, sepse kur jemi njoft ne, ka dikon 12 vite kur jemi njoft, ti ke folë shqip mirë. Po, shqipen e kom mësu shpejt, në fillim deti kom mësu koni shtirë pak, se kur s'mun është mu mirëvesh me njerëzit, tani
bosh nervoz, si belbana, din që Nuk mundesh mu shpreh tamam. s'mundesh mu shpreh edhe bosh nervoz. Pak u kon vështirë deri kom mësu Shqipen, po tjera sene që shembull në salon e kom pas përkthysen kështu që më kanë ndihmu për me përkthy. Vështirësi tjetër që kom pas nashta pak normal është, tjera senet pak si huj konsiderohesh, do senet sjelljet bohem pak sigur ndryshe si huje, po është shumë mirë. E sa prej momentit që ke ardhur në Vushtrri dhe ke hap sallonin, them drejtën, gjitha sallonet ju është ra puna. Unë se kom marrë kur kujna punën, e kom shtu vetit punë, se para 15 vite kur e marrë, salonat tjerëve i bëjshin ma shumë për nuse, për dars ma punojshin ma shumë, edhe fillim edhe unë njëjtin sistem jem shku, pastaj dojsha me bo diçka ma ndryshe që me shtu vetit punë, jo me marrë dikujna punën, po tani ja ka nis me dal rrjetet socialet, unë para se me dal Instagrami, Facebook, unë e kom pas salon, jam kon 18 vjet atëherë, edhe kur janë dal rrjetet sociale edhe njerëz e kanë mujt me pa punën tonë që i bën. Pastaj e kom hap faqe në Facebook në fillim. Ti ke qenë ndër personat e parë që ke investu në këtë në rrjetet sociale, se di që vazhdimisht më ke kontaktuar dhe ke thonë ç'është do të më bëj, domethënë ke qenë gjithmonë një hap para gjithëve, sepse gjithmonë marketingun ke ditë me menaxhu në atë formën ma profesionale. Po kam pas edhe po marketing në njëjtën mënyrë, po unë e kom bo krejt ndryshe sistemin, e kom fut extension track, edhe kur e kam po njerëz në për rrjetet sociale, janë ardhur klientet prej qytetet ndryshme, Shkup, Tiranë, Pej, Prizren, Ferizaj, gjithkon, edhe kena rrit kapacitetin e salonit, u kon një kat 80 metre, kena bo 160 metre, e kena bo njëjtin salon 20 karika mrenet ditës, i shërbojshëm 20-25 extension, 20 ombre, do me thonë, hale nuk kena thy rekordën që që kena thy para 7-8 vite. Pastaj u kon nevojshme me tash klientet vinë prej Tiranës, prej Shkupit, ose prej Pejës, po u kon nevojshme na me shku të klienti, jo klienti me ardhë të na. Edhe jena ofru na klienteve, që me mujt një shërbim ma mirë, edhe bota senet shumë shpejt po ndryshojnë, tregu shumë shpejt ndryshon. Duhet pak sipas tregut, sipas trendet, sipas ekonomisë, duhet me gjetë mënyrën e punës, duhet mu përshtat me treg. E për që ata jena përhap edhe gjithmonë jena i hapt për senet treja, gjithmonë jena nëse ka diçka e re, mirë, jemi i hapër për me dëgju krejt senet. Cilat kanë qenë vështërsitë e para që jeni ballafaquar kur keni ardhur në Kosovë dhe keni hap sallonin, edhe ka qenë një moment që ndoshta keni mendu mu dorëzu apo mu kthy sërish në Turqi? Kjo pyetje shumë e rëndë, edhe ka shumë, edhe se dja me kallëzu drejt ajo. Mendova që po thua ka shumë pak, edhe deshta me të ndërhyp prap, se e di që ke kalue, do me thonë edhe gjanat vështira,
për shkak se edhe shikuesit do të më kuptua, për me qenë njëri shumë i suksesshëm, do të më kalu sfidat ndryshme në jetë, që ti mos më dorëzu asnjëherë për me arrit në atë pikën që ti dëshiron. Edhe për këtë arsye ta parashtrova pyetjen cilat kanë qenë ato vështirësitë, e di që janë të shumta, po disa prej tyre edhe besoj që do t'i tregosh. Tash, fillim kena pas vështirësi kur e kena hap lokalin, në fillim jam kon me një ortak e kum pas, edhe salonin tem, letrat biznesi, me emri jam u kon. Edhe më ka qitë pe salonin tem njeri, edhe më ka thirë policia me shku në zyre, aty njësi në polici. Kur shkova, aty ma ka thy leje qëndrimin, edhe... Personin fjallë, në më thonë që keni pas biznesin e përbashkë? Kena po, vish e ka bo bashkëpunim me dikon, edhe mu oficeri polici ma ka thy leje qëndrimin, edhe ma ka gju ftyrës. Edhe më tha, e spiktuit, tha, punët e veni jëtë. Edhe nëse mdoll mu diçka vështirësi, nëse dërzoj, atëherë gjithë jeta të shkon të dërzu, edhe nuk bon mu dërzu kur. Edhe nëse thot një oficier ta thënë një qëndrimin pa pas pik drejten, nuk bon me dërzu, edhe... Si u ndjeve? Normal shumë keq, edhe faktën mu më kanë largu pi Kosovës. E kom marrë 6 muaj ditë urdhër largim. Më kanë largu pi Kosovës. Cila ka qenë arsyeja? Arsye, asnjë arsye. Veç që më konë ortak, ajo ortak jam ka qipi pi salonet tem. Po qash letë monet? Qysh atëherë para 5-16 vjetë letë u konë. Po. Edhe jem shku të ambasadit Turqis, i tregova punën, senet, i tregova dhe ato është historie gjatë, tash këto tani regullova, shkova najta 6 mujtë. Do më thonë të kanë ndihmu ambasada e Turqis? Po, më kanë ndihmuar ambasada e Turqis, me Ministri Punë Brendshëm, ma kanë jep lejen për me punu, ma kanë mas 6 mujtë. Për sa kohë e këthy ti në Turqi? Jam këthy 5 muj, mas 5 muj jam orë dhe pet. Edhe kur salonin që kom pas, me njëherë ona që kom hap lokalin, aje kam byllë mas 2 muj. Tjetër, hale ndodhën qëto senet, hale bohat senet, ma mirë mos pi kallzu. Jo, është mirë na asnjëherë s'po flasëm me për persona me emra, derisa nuk është personi i tretë këtu në studio, po këto janë gjana që me të vërtet kanë bo ty mund dje keq, edhe sidomos kur e hap njëri një biznes të përbashkët, edhe kur e dim vetën që je okej, nuk e mendoj se duhet qaq let dikush me të tjek prej vendit. Edhin, duke marrë parasysh që sot dhe dim që njerëzit me të njofshëm çdo gjë edhe shteti një farë forme e blejnë. Edhin, ka një oftësi shumë të mëdhaja, edhe ti nuk është ndoshta edhe që i ke ditë gjuhën, edhe që ke ditë mu shprej me mbrojt vetën. Jo se kom ditë atëherë gjuhën, atëherë vësa e marrë, qëto senet, në fillim që e marrë, bas një vite. Edhe e pranova tani e hapa biznesin tem. Po me personin fjallë, jeni taku? Jo, si jena taku ma, jo. Nuk i ke bo një pyetje t'il, pse ndodhi kjo? Nuk e di, na kena pas 2 salona edhe unë dojsha faktisht pak do senet me shtim një sistem ma ndryshe, e tregojsha sistemin i ri që du me bo, edhe su përshtat sistemi atina edhe ta
qes pi punës edhe më ka qitë. Qes pi punë e biznesin e amën tanë. Po, faktisht gjys e kena dokumentet edhe mu ma kanë marrë leje qëndrimin, ma ka thy, ma ka jep vullën pasavort, edhe shkova, s'ka problem ato, e kalum, mirë jena. Cila është vështërsia tjetër pasi që ke ardhë? Masi që kom hapë salonin, kena pas kështu do kontrola pa lidhje. Ke pas kontrola ma shumë se të tjertë, besoj. Kontrola halena kemi 100 milion kontrole kemi. Edhe na mundohëm 100% me pas këtë senet. Edhe respektoj ligjën 100%. Edhe kam qef mu koni sinqert dhe me shtet, respektoj ligjën, i jep plotësoj. Qa do në shteti krejt e plotësoj. Po normal duhet me pas kontrol. Po në fillim kur e kom hap pak ma shumë. Tani këto senet jena hi kështu, tu pas kontrol, tani kam ma shumë kujdes për me pas senet ma shumë regull, tash që mos me pas hapësirë për denime. Po. Jo, si marrë kur denime shtash që sa vite. Edhe shumë mire kam punë qëtash, se kam asni problem. E sakt, a është e vërtet që ka pas raste jeni kërsnu? Kërsnim normal, po. Kërsnim kur e kom ha fillim, trion, po. Qëfar kërsnime është ke pas? Shambëll, ardni njeri më ngjes salon edhe lyp ke pare, kaq po tu edhe i thash... Për çfarë arsye kërkoj ke pare? Për një faj që ka bo dikush, një punëtori me diçka, me flok, edhe lyp ke një shumë ekstreme kështu, edhe ardë më ngjes salon, tha e ka thonë punëtorve mshel një lokalin. Punëtorët e ka mshel lokalin, tha erdë, tani erdha unë, mu më thirën punëtorët, erdha, tha kime mshel lokalin, e thira policin, erdë policia, tani kjo njeri e ka bo policive kështu, policijën shku. Aj person? Po, aj personi që erdë me mbyll na lokalin. E thira policin, erdë policia. Kjo njeri e ka bo policive kështu. Edhe policia u shku? Edhe policia veç refersin shku. Si e nal heq me pyt kur gjo, veç e ja ka bo kështu. Po e ke kuptu masanej se kush ka qenë ai person me ndikim? Po, na ball jena kon me ta. Edhe thash, unë adin kur e mbyllë lokalin, dosh me myt njëherë. Myt njëherë mu, tani e mbyllit lokalin. Po dosh njëherë me myt. As një sen nuk t'i jepi, thash. As një sen. Thash, vish e spikturit. Ose mytëm, ose ecë. Kaq. Me të vërtet ballafaqimet ndryshme, duke marrë parasysh që ne i shohim çdo herë punën që e bani një punë të shkëlqyeshme, e shef se gjithmonë mbrapa asaj janë vështërsitë, keqkuptimet, kërcënimet, problemet, po gjitha atyre javë ke dalë. Tash me dalën hale stres, dalën problemet, po nëse i pranon ato, nëse... Nashta këto senet edhe janë mirë për njerin. Nëse e pranon ato, ti gjdo problemin e madhë që pranon, i bjen që ti një shkallë rritesh manalt. Një problem më të madhë, edhe e po mundesh me përballu, edhe... Veç e bo më i fort. Bosh më i fort edhe ngritesh. Do me thonë momentin që jena
ndihem që jena në terë, jena ra nër tokë, po nashta e kena mill diçka edhe që zhvillohet një sen të re. E sa të po të bëhen dikon 15 vite në Kosovë, do flasim pak për jetën tënde personale. E ke imagjinu që një ditë do t'jesh përgjithmonë në Kosovë edhe do të martohesh në Kosovë, do t'a kesh nusën nga Kosova? Une para të që jam e martu, nuk kam dasht shumë mu plak këto, s'kam dasht, po kam dasht gjithmonë ose mu këthy ose me bo naj sen ndryshe. Unë jam një tip që nuk muj me nejt gjithë njëjta senet, tu i bo. Nëse 3-4 vite njëjta senet bohen mu bajat shumë. Gjithmonë e do ndryshime? Po, du me pas non-stop një jetë tem ndryshim. Edhe masi që jam martu, kom mendu ma gjatë me nejt këto, po të ardhmen nuk dihet qa bohet. Nashta kur plakna, nashta kam qef Mu këthy? Jo, mu këthy jo, po na i ven afer detit me hap një salon. Që nga deti direkt me arë salon. Unë du detin shumë, edhe afer detit një salon me punu me shortse. Shumë ide e mirë. Edhe me punu me shortse kështu, ma rahat me punu kështu, ose na i sen tjetër, se di unë jam i hapën për krejt senet. Nëse bot një mundësi tjetër, bota është shtëpia jonë. A ke bo kontratën me nuse që do të qëndrosh në Kosovë apo do të kthehesh në Turqi? Unë nuk e ndjej vetën që jam i një vendit, apo kupton, e ndjej vetën bota është e jonja. Edhe mundët sot në Kosovë, nashta në Dubai, nashta në Turqi, levizëm, apo kupton. Dubai u bo histori. Bota është e vogël. Edhe vrim këto 6 buj, shkojmë dikon tjetër pak. Po nusja, a është tip si ti që i pëlqen këto lëvizjet, apo është që nuk do me lëshu vendin e vetë? Për ma mirë, ajo ka qaf me lëviz. Krejt kemi dëshirë. Për ma kes, nuk lëvizit. Si fillove bashkjetesën fillimisht, pastaj martesën, so ke pas vështirë me vendos për një nuse të Kosovës? Nuk kam pas vështirë heq, unë gjithë kam dasht. Edhe Kosovarë shqiptarët janë shumë bukra. Kështu edhe gjithmonë kam dasht këto më martu. A ke pas problem për më të jep nusën, se na të Kosovës na e kem pak problem, si të është i huj i qëtërit vend, nuk i kem qef, ndoshta është yll bote, po nuk është shqiptare, kem problem. Sa ke pas vështërsi në këtë aspekt? Është normal me pas problem, mos me jep jashtë qika, se nuk e nje, nuk është sigurt, së është kultura njejt, është shumë kuptueshëm, mos me jep një qik jashtë, se edhe unë jam prind, se di, nashta edhe unë kisha pas problem, se nuk e njo qatë njerin, nuk e njo qëfar kulturë është, po shot që jam familja nusës, se kam pas problem, kështu kam pranu shpejt, nashta më kam besu për që tas, po ti. Si ka qenë takimi për herë të parë me meqt, e kam fjallin me prind të nusës? Ke pas siklet? Në fillim po, kam pas siklet, normal. Ke pas asi dilema që nuk do t'a jepin? Jo, takimin e parë jem dalë me babën e nusës, edhe e kam si nanë këto myzin e një edhe të nashta. Është shumë grua e mirë, deshta me përshëndet, me të vërtet është pa koment. Edhe jena dalë me myzin edhe me bashkimin, kena po muhabet, kështu s'kena pas nëjë farë problem. Me të parën të thamë po? Jo,
kur kështu normal pa pranu si dal me mu taku me mu. Po pastaj si po tetë jeta, ju tash jeni baba e 2 fëmijëve si yje, inshallah I ki me jetë gjatë. Faleminderit. Shumë mirë valla, ma përpara kur s'ka pas fëmija ose kur e më kom beqar, nuk disha ku e kam shpinë, kur s'shkojsh e shpi, se s'kam pas tash po thu që e bo familjar? Tash s'kam pas pse me shku shpi. Veç për 2-3 orë gjumë shkojshim shpi. Tash si të po kryet puna, mezi po presëm shpejt mi gra shpi edhe me nejt me fëmi. So ka qenë për ty vështirë të jeni njëre që ke lëviz shumë, ke dalë në vendet të ndryshme, edhe tani të ndryshon jeta tërsisht, tani jeni një familjar, të mungon, pra pa jo pjesë, apo je okej me... Po menon kur shkoj dikon... E kam fjallën sa ke qenë beqar, do më thonë edhe pasi që u martove, tani je edhe babaj 2 fëmijëve, si ka qenë për ty jeta më e mirë, kur ke qenë beqar edhe ke sheti gjithkohën, apo tash je ma familjar? Gjdo mosh e ka senet e veta. Tash, qatë mosh s'kisha dash mu martu. Është mirë me dal, me shetit, mu njoft njerës, me pas përvoj, se je I ri. Edhe qatë mosh e ka senet e veta. Tash, këtë mosh që I kam, mosha familjes. Edhe ajo ndryshe mirë, kjo ndryshe mirë. Cila ma I mirë konë, 2 mirë jenë konë. Pavarësisht që angazhime ki shumë, tash salonet çdo ditë vetëm po rritën çdo qytet Kosovës do me bo një salon, sa po ki kohë edhe për familje edhe për punë, meqense me të vërtet ta besoj, është angazhim shumë I madh, kur njeri ka vetëm një biznes, e kam fjallën vetëm biznesin vushtri, që është vetëm ato me menaxhun është lodhje për shumë njerëzi, po imagjino sa salone edhe ma të mdhaja se kjo që është në vushtri ki, sa është vështirë, sa është problemi menaxhu. Tash, unë fëmin e shoh 1 orë në ditje, maksimum, se kur shkoj shpije në flajtën, më ngjes jenë veç gjysor 1 orë në ditje, e shoh. Për vështirësi është problem mu mirë me njerëzit, se krejt njerëzit kanë hallet e veta, problemet e veta, po kështu kur njëherë në fillim po bëhet vështirë, tani kur po adaptohesh, po mësohesh, në fillimi është vështirë veç. Tani po bëhet lehtë. Bëhet rutinë. Po bëhet rutinë. Nuk e kam problem shtash shumë, se vetëm ekipën me bo sistemin, punën, me mësu në fillim veç, ajo faza është vështirë, tani kur po bon sa vite me njëjtin ekip mo krejt din me punu, edhe nuk kanë ai problem kur gjë edhe veç vazhdojnë. Edhe vetëm unë kam që me lëviz edhe shkoj shambull 2-3 herë mujt në Tiranë, 5-6 herë mujt Pej, Prishtinë, vushtri jetoj, Sa salone I ki gjithsej, tani për momente? 4 salone, në cilët qytete? Vushtri, Pej, Prishtinë, Tiranë. Sa ka qenë vështirë për mi hapë gjithë këto salone, sidomos edhe jashtë Kosovë, në Shqipëri? Sa do të angazhim? Fillimi veç vetëm duhet deri të bëhet sistemi, fillim duhet me nejt non-stop aty. Shembull, nëse e kom hap Tiranë, fillim 6 muaj 1 vjet, paktën 15-20 ditë në mujt duhet me nejt aty, me këqyr, me shiku. Pastaj kur po krijon sistemin, tani s'kam nevojë unë mu kon aty. Shembull, tash për momentin vushtri nuk kam punu që 2 vjet. Vetëm shkoj për shëndes, kështu që 2 vjet s'kam punu, po krejt janë punëtor që kam mote dhe nuk kam problem me mësu ose me nejt aty, ato vazhdojnë. Sa punëtor gjithsej menaxhoni e kam fjallin gjitha salonet në qoftë se të kujtohet? Po ndryshon, parafërsisht 50-60. Në gjitha salonet e kipi? Po.
Ndodh dikujt mja djeg flok? Nëse thot na i frizer, jo është... Gënjeshtër. është, po, ren. Po, normal ka ndodhë, po qëtash produktet, teknologjia u avansu shumë. Ma përpora produktet nuk jenë konë kaq kvalitet. S'kena pas kaq shumë produkte për mirëmbajtje flokë. Edhe nuk kena pas kaq kvalitet, kaq cilësore. Përpora edhe faji produkteve pak, normal, u djekshën. Po për momentin, hapjen e flokët, kur bëhet, po janë shumë produkte teknologjike edhe nuk është të ndodhë na i djek në flokëve se që shukon para 7-8 vjetë. Më thënë ka maska ndryshme që trajtohen edhe shumë vështirë është mu djek floko. Jo maska, tjera, cenet teknike janë. Nuk janë si alkali, nuk janë cenet teknike janë që s'din njerëzit, po është te ona jona ja, edhe kena produktet shumë teknologjit madhë që nuk djek, nuk në ndollë ma. Kur jemi këtu të produktet, të asnjëherë nuk je nalë gjithmonë duke vazhdu suksesin në këtë drejtim. Ju keni edhe produkte që ju i keni lancu në treg? Po, une kom prodhu shampo, color shampo, e prodhoj vetë, me shampo normal edhe me pigmente, e bojmë vetë. Edhe e kemi një projekt tjetër, e kom bo një kontrat me një fabrike prej Turqi, me emrin tem, du edhe pak me lansu një shampo, me mask, emrin ka më konë Kerakur. Kjo maska ka më konë me keratin. Keratini është elementi i flokut. Kur dëmtohet floku, shpërlahet keratini nga flokut, edhe kjo keratini, maskën që i kamon, ajo e mbush flokun me keratin prap edhe i kthen normalitet. Ke mendu se sa ka me kushtu ky produkt? Apo akoma jeni... Nuk është saktu çmimi hale, po nuk ka më konë shumë shtrejt. Po më duket normal na e kena maskat në salon 35 euro, 55 euro maskat. Edhe jam të mendu 25 euro më konë maska, shamponin 20 po më duket. Besoj që shumë shpejt do të dalë në treg? E kom bo porësin, tash besoj që 1 muj, 2 muj maksimum. Me siguri edhe jeni duke punu tek dizajnin se si do duket. E kam dizajnin, bo dizajnin, po hale se kom publiku, se jam të mendu hale marketingun që shpo du me bo, që shpo du me lansu, që shpo du me dal. Jam të mendu te hale, se kom... Momentin që lanconi, keni mendu ndonjë hapje diçka soleme për këtë produkt? Jo, vetëm kom mendu me bo bashkëpunimet me njerëz ndryshëm që me reklamu produktin, edhe unë postoj një video kështu, tregoj çka është ky mask, çka bën. Reklama është e pashmangshme, duke marrë parasysh që krejt VIP të rregullohen të quajmë VIP, kështu që e ki reklamën, do me thonë, të gashme një farë forme, të suportojnë të gjithë. Reklami bjen klientin, cilësia i len aty klientin. Nëse nuk e ki cilësore, reklamën mund është me bo shumë mirë, po produkti ose shërbimi, nëse nuk është cilësore, klienti kthehet. Nuk është shumë rëndësishëm reklama. Reklamat jam të bo reklamat, janë të rëndësishëm, po ma rëndësishëm reklama është servisi, produkti.
shërbimi se sa reklama. Për që ata jam më shumë fokus të shërbimi ose cilësia se sa reklama. A mendonin këtë pjesë të gjitha produktet të cilat reklamohen jashtë mase nuk janë produkte të mira? Unë e shoh në Instagram shumë informacion gabushme, e shoh që i qesin reklam produkteve që thot shembull të rrit flok ose ti mush flok. Këto janë me shkencat nuk përshtaten ato senet, veç për me shit kot. Nuk ekziston. Nuk ekziston diçka një shampo ose një mask nuk të rrit flok. Floku naturalisht 1 cm e gjys mujt maksimum që rritet, ma shumë se kaq shansa nuk ka teorike mu rrit. Ka shumë informacion gabushme, shembull thot me vaj u bo trend që është një vaj kokosa, vaj kamomela, diçka i qes flok edhe mu shohët flok. Kundërtën. Kur nëse i qet një vaj quhet në kimi asetike, në kimi. Lkurën e ki asetik, edhe e ki shembull tip pH 4.5, edhe e qet lkur vaj. Ajo t'i shpejton ramin e flokut. Ajo i qet për me mu shumë flok, po kundërtën, vaj nuk bën roj hiq. Pse në këto raste, pse nuk dalin njerëzit profesionistë edhe me bo video ndryshme duke marrë parasysh shembull një reagim t'tillë edhe ti duhesh duke marrë parasysh që ki ndjek sa shumë në Instagram, pse mos me jep një informacion t'tillë? Është pyetje shumë e mirë, është kjo mungesë është faji jonë që se kom publiku, duhet me bo një video, po në Instagram ose në TikTok, njerëz nuk i këqyren shumë minuta një sen me dëgju, nuk kanë nerva. Ki kohë 2 sekonda, mi kallzu veten, edhe nuk t'ke pëlqy t'i grajnë, apo kupton. Edhe që ky me spegu diçka në TikTok ose në Instagram për qysh duhet me mirë bajt flok, menoj që nuk kanë interes me mësu. Për qëto sen kom menu me bo post në YouTube, se në YouTube mundën me dëgju ty një 20-30 minuta, se këto mirëmbajtjen e flokut duhet unë me bo një trajnim në ashta 20 minuta gjysor, se ka shumë senet që i dëmton flok, po është shumë gjatë duna me fol, menoj që nuk kanë nerva me dëgju ty në Instagram. Firmat i shtojnë diçka ekstra që nuk bën, po njerëz njoni me tjetër folen, edhe thot, valla e kom qit vaj rozmarin, edhe mu ka shumu flok. Edhe ajo psikisht këtu ndjej, adin me ndonë që u bo, po kundërtën, vaj nroj me qit dëmton, moj me qit ushqen. Mundët me jep lakshti ose me ull pH-in, bjen pH-in e duhur 6.5, 7.5, po nëse e ki nevojshëm, nëse e ki ti pH-in, do me thonë flokën e ki të ndërshëm, ti e qet yndyr hale, ki me flokët depsohet, këputët malet, rami e flokët shpejtohet. Vetëm 2 tip duhet me pas kujdes njerëzit. Flok të ndërshëm, flok thatë. Nuk bon me lanë flokën as të ndërshëm, as të thatë. Duhet me ditë ti me njoft flokën tonë. E ki rojen të ndërshëm duhet non-stop gjithmonë me pastru, gjithë 2-3 ditë. Jo me ujë nxehtë, me ujë ftaft. Duhet me pastru, nuk bon me lanë yndyr në roj. Nëse i lanë të yndyr roj, rami e flokët shpejtohet. Kimi e flokët dëpsohet, këputja bohet ma shpejt.
E te kundërtën, nëse i lën flokun thot, e njëjta gjë, sigur me lën flok të ndryshëm. Duhet me pas balans, as të ndryshëm, as thot. Nëse e ki të ndryshëm flok, zgjidhja është kjo. I lën me flokun me ujë ftoft, edhe i lën me një shampo që nuk e ka zbuc mrena. Edhe nuk ki nevoj me qitë balzam ose vaj në roj, vetëm majet vish pak balzamun është me përdor. Po, nëse e ki flokun thot, atëherë nuk ki nevoj shpesh mi la flok, vetëm kur të ndyrohet roja jote, i lan flok. Edhe non-stop duhet gjithë mas larjes, gjithmonë duhet me përdor maska, vaj ose living spray diçka që me jep lakshti flokun. Nëse nuk e jep lakshti flokun, njëjtë, kime flokut hollohet, këputja bëhet ma shpejt, gjatë krefjes flokut bin kimet edhe këputët, do me thonë flokun. E sa a dohet të pastrohet floku çdo ditë? Ka persona që çdo ditë e pastrojnë? Nuk ka nevoj, është varet qysh ki nevoj të mi la flok. Nëse bëhet çdo ditë të ndryshëm, floku nuk bëhet çdo ditë të ndryshëm, nuk ka nevoj mi la çdo ditë. Po, në rast që bëhet çdo ditë të ndryshëm është faji jotë se i lan me ujin nxehtë, uji nxehtë qarkullon gjakën në lëkur, edhe janë do vajit, do qelizat vajit në skalp, edhe ato aktivizohen. Kur aktivizohen ata, i qëtë të ndyrë ma shumë. Për që ata bëhet flokët të ndryshëm. Duhet më pastrua me ujë të ftoftë mundësisht. Sa ma shumë me qenë ujë të ftoftë, se problem është... Po, mos bukon zet mjaftueshëm. Edhe problemi më i madhi është të klientat është që i përdoren drejtuesen, pjastrën. Pjastër e të lutem me gju krejt burlok, këto pjastër që kanë shpe krejt. Pjastër nuk bën me përdor. Pjastër i bjen hekurose a flokëve? Hekuroset, po. Drejtuse që i bëjnë. Nuk bën me përdor asnjëherë. Pjastër i dëmton flok edhe me bo fenerim çdo ditë në sallon ose në shtëpi. Nuk bën. Nuk bën me bo fenerim çdo ditë, ose 2-3 herë në javë, ose 2 herë në javë, edhe femi dëmton flok. E sa të, do me thonë, extension që bojnë femnat, do me thonë, unë mendoj që edhe në qatë pjesë dëmtohet shumë floku, duke marrë parasysh që janë ato që, do thënë, kapën fuqishëm me flokun tjetër. Tash, në extension, njëjtë, sigur që i qetë vajin në lëkur, rozmarinën, i qetë flok, dhe nuk din, i dëmton flok. Extension mundet me dëmtu flok në do regullat mos me majt, i dëmton. Cëla janë ato sene që momentet që i dëmton flok të extension, që kjo është? Extension, nëse nuk i vënohet dimensionale të roja flokët, personi që i vënon, nuk i vënon dimensionale, i vënon shtrem, ose nuk din me vënu, i dëmton flok, e këput me roj. Nëse klienti nuk din me përdor, shembull, ti na mundëm me ngjit mirë, po klienti edhe me dorën e vetë mundet me dëmtu. Qysh mundet me dëmtu, e kap flokun misht, i shtrengon, i ngren kështof, me flok t'i ngren ftyrën, këto sene që i dëmton. Tjetër, nëse i vënon flok ma shumë se që ka nevoj. Shembull, njëre e ka 200 gram flok të kryt vetë. Ti shkon i vënon 300-400 gram në flokun tonë, i dëmton, se ti ki flok roj për me pos 200 gram, për me nëzirë, për me majt, po, e rënën roj.
ti nëse e ki flok 150 gram kokë, duhet me ngjit 150 gram. Nëse i qet 250 gram, e ka mbi pesh roja, nuk mundet me përballu, e ka mbi pesh. I dëmton, unë klientet e mi e i spegoj qëto senet, edhe klienti nëse më thot, po du 250-300 gram, unë i thom, mundet mi dëmtu flok, edhe nëse thot boje, i boj, nëse thot mos i bo, i boj 200 gram, sa e ka nevojsh. Okej, është me rëndësi ti si profesionist mi tregue, do më thonë, çka është mire, çka jo, po prapë se prapë klienti është ai që ajo që e zgjedh, do më thonë, si do me vendos. Po, klienti është mbret, ajo vendos vetë për kokën e vetë. Na nuk e vendosëm. Edhe extension vetëm të këto mënyrat, nëse mirë mban mirë edhe personin gjetë mirë, nuk i dëmton flok. Po, nëse i bën mirë edhe i mban mirë, e bën mirë mbajtin, po nëse i vinon 7-8 vjetë non-stop, pa i hekur, apet i dëmton. Duhet ka i herë edhe me bo pauzë, 2-3 muj, kështu jo non-stop. E sa të po flasim për flokët, ti ke deportu, do më thonë, edhe me ftyrat publike, cilat çdo ditë i shohim në ekran. Sa ka qenë vështirë me deportu, me pas një bashkëpunim tillë, duke marrë parasysh se të shohim në Instagram çdo ditë, më thon poston këngëtare, prezantuese, sa ka qenë vështirë që ato më ta besu punën që ti bëni punë të shkëlqyeshme. Po, tash rrjetet sociale kur e shohin punën dhe e kanë një mendim pozitiv për ty, edhe kur punon me një edhe e beson ty, ajo tani tani tjerat kështu sigur sigur zinxhir, apo kupton. Sa është vështirë me punu me yjet e stradës? Nuk është vështirë, unë si e kaloj shumë mirë me kërejt, jena sigur familja, kur vinë, ndihen sigur të shtëpia, edhe me krejt jemi miqt, kështu, edhe më besojnë, shembull në thirrën, nashta qatë moment s'muna, po më presin nashta një javë, deri të vjen momenti me bo flok, po respektoj krejt, edhe faleminderoj krejt që më besojnë mu. Na tregoni ndonjë moment të vështirë që ndoshta ka pas me dalë në prezantim, duke marrë parasysh se e rregullon edhe Luana Vjollca. Edhe koha televizive është strikte gjithmonë, edhe nganjëherë disa gjëra vanohen. A keni pas ndonjë moment të vështirë që keni punu me presion për shkak të kohës televizive apo të xhirimit? Tash të këqyri, se di Luana a ka që me folë për ta jo. Shështo. Tash s'pat qef, ajo është zyrë televizive, ajo për folët, për të mira, për keq, po shuqër ne po flasim gjithmonë për mirë. Tash Luana është një person që i don ma të mirën e mundshme. Do me thonë, nuk ka qef normal. Nuk ka qef mirë, ka qef shumë mirë. Për që ata nashta, kur i boj, më thot kajherë, qa mënu me bo tjetër, adin? Edhe i thom, nuk ti pasha zotin të se që kjo për momentin është ma i mira, se s'di mo qa me bo, apo kupton, edhe ajo është një person që për gjithë shka e lyp ma të naltin, ma të mirën e lyp, edhe ma të mirën e mundshme. Edhe na mundohëm, ka i herë thot qa me bo tjetër, i thom, nuk di pasha zotin mo qa me bo, adin? E sa a ka ndodhë ndonjë prej estradës që e ke rregullu edhe ka ndodhë që ju ka thonë nuk po më pëlqen,
do të mund ndryshu totalisht, nuk po më pëlqen, më thënë gjyrat, grimi, apo ku ta dion. Grim na nuk i punojna me grim, diçka që se ka pëlqy sa po di unë, nuk ka, nashta ka moment që e ka kërku diçka, une i kom bo një jetën, edhe ajo nuk ka pëlqy qysh i ka nejt asajna, edhe një jetën kohë me njëherë e kom ndru, apo kupton, edhe sa po di unë, nashta dikush se ka pëlqy, po sa po di unë nuk ka. Nuk më kanë thonë, nashta se kam pëlqy, po mu së më ka thonë kërkosh. Shambull, muna me jep shambull berberat edhe frizerat. Qëto jenë ekstrem ndryshe. Edhe na qësh i trajtojmë klientet, berberat qësh i trajtojnë është kunder. Ti s'kudzo mi thoni berberit, s'po më pëlqen, apo kupton ta jap shiplakën për mas. Shuj. Nështë ka qenë kështë para shumë vite, po tash se besoj që ndodha, ja. Po berberat shojnë, apo kupton. Po ata janë për shoqni, adin nuk janë kështu, si shoqni të folen, edhe nuk është diçka keq që po thëmë, se me t'i jap shiplak për mas është mirë se dën, apo kupton. Po tash në këtë trejnë quat dhumë. Jo, na kuptojmë ato, apet shkojmë, e respektojmë. Po te na është shambull një kime flokut, më konë ma ndryshe kështu, në gjyra ose diçka, ajo femnat janë shumë detajiste. Edhe një gabim të vogël me pas, duhet kujdes me pas. Unë mendoj që te puna jam, te pjesa teknikat që shpunojna, shumë pak salona ose persona ka në botë. Në extension edhe color, nuk e njo dikun në i salon në botë, nuk e njo një salon ma mirë se Trio që i bon extension. Për ngjyra mundot me bo dikush shumë ma mirë se unë Kosovë ose jashtë venit. Për extension, teknikat që shi bojna, që shi pregaditën flok na, unë e kam edhe online faqe që e shes flok krejt botën. Para fërsi 100 kg flok i shes në Zvicër. Edhe salonave i shes, që kanë salonat. Edhe teknikat qysh përpunohet të extensionat, qysh lyhet, qysh bëhet gati, qysh vënohet, nuk ka ma mirë. Jam shumë sigurt për që të sen. Edhe e kemi një befasi për ty, sepse kur ne jemi njoft, unë në atë kohë kom pas një agjencion të modeleve, edhe kom menagjuaj. Kështu që ne kemi organizu sfilata ndryshme në vendet ndryshme të Kosovës, edhe kështu që na vdeshke për krahja juaj, na vdeshke një njeri profesionist për mi rregullu modelet, sepse për mi rregullu modelet për në skenë, me të vërtet duhet me qenë një njeri në rjedha të modës. Kështu që ti ke qenë ai personi që ma ke hap derën, më ke përkra financiarisht edhe me rregullimin e modeleve, po çka është më e mira që i ke jap ëmbëlsira asaj sfilate, ti ke qenë edhe pjesëmarrës i sfilatës, domethënë ke sfilu në atë sfilatë, kështu që e shohim. Valla, s'po më shkon heq. Shumë bukur ke dal, edhe duar trokhiqet kanë qenë jashtëzakonshme në momentin që ti ke dal. Po diçka... Si ke ndje veten? Shumë mirë, shumë ndryshe kështu kur jena dalë në sfilat, kur kom ec pak i ri, kom bos emocione kështu,
e kom pas, jem kom gjithë shka me provu adin, me mësu diçka, edhe u kon një eksperiencë shumë e mirë. Këtu kanë qenë dy arsye që ti ke dojnë skemë. Për shkak se njerëzit të cilët dojnë kontribut gjatë organizimit një sfilate, Po. edhe ata dalin më përshëndet. Po njëkohësisht ti ke dalë edhe si model, edhe me tregu punën tonë e shkëlqyshme që ke bërë. Po, që është. Po, jem knaq atë natë shumë, edhe e kam shumë kujtimet të mira në qatë vend Po. që jena konë, edhe shumë mirë u konë. Jem Kështu knaq. që të falenderoj nga zemra dhe na thua krejt në fund cili është mesazhi juaj për fund, cilat janë planet e juaja, edhe pse kanë herë po thonë që s'po bën mi tregu planet se nuk po realizohen. Kështu që një mesazh për fund për gjithë ata, edhe a do munale djala jo, a çdo ditë do me hap sallone. Valla, kur vdesem kena munat. Kur vdesem, atëherë nalëm komplet, edhe për momentin sa jena gjallë, duhet me ecë se gjithë me nejtë kështu nuk pesho vetën të i bo njëjtin sen gjithmonë jetës, edhe duhet me ecë për para. Mesazhi për fundit është si Edi Rama, vetëm për para. S'ka mrapa. Faleminderit edhe një herë për kohën që gjete, pavarësisht se ki angazhime shumë, kisha knatësi. Shumë faleminderit për ftesën. Me bisedu, tamam si shok që sa vite njifëm, po edhe me realizu një emision duke të përcjell vazhdimisht në rrjetet sociale dhe sukseset cilat piki vazhdimisht. Me të vërtetë ndoshta nuk po na bjen mu taku për shkak të Ma shumë angazhimeve kena që fol pikim. këto se sa kur që sa se na s'kena pi kafe, që 10 vjet. Po pas emisionit do të pim kafe për çfarë. 10 vjet s'kena pi kafe që kena bo mohabet sa dush. Po kjo ka qenë arsyeja, unë ma kisha dëshirë me të ftu në emision edhe me të pyet përgjithësi edhe të njëjtën kohë me realizu një emision, kështu që ja ka vlejt shumë. Unë të Shumë dëshiroj faleminderit. suksese, gjithmonë me një faleminderit. pozitivitet jashtëzakonshëm, jeni djalë i shkëlqyshëm, jeni djalë që ju jep motiv edhe gjeneratave të reja, edhe kështu që kom pas rastin edhe punëtorët cilët janë të punësuar në sallonet tua, gjithmonë thojnë fjalë të mira, gjithmonë jeni përkras i jashtëzakonshëm, jeni njëri që i fut në rrjedhat punës edhe asnjëherë nuk i demotivon për punën që bojnë. Kështu që inshallah nuk nalesh, edhe unë po knahesh na bashkërisht Shumë me faleminderit, sukseset tua. shumë faleminderit për ftesën, edhe jem knaq, jem shpreh kështu që shkom desht, edhe jem dje mirë kur kom fol, edhe faleminderit shumë për gjithçka. Faleminderit shumë.